Situatat brenda shtëpisë së Big Brother VIP Albania duket se po bëhen edhe më interesante. Kjo për faktin se banorët kanë filluar duke mos i marrë dhe duke mos ju përgjigjur më urdhrave të vëllait të madh, dhe bëhet fjalë pikërisht për Kesin, i cili në çdo moment kur vëllai i madh i ka tërhequr vëmendjen, të ketë kujdes me mikrofonin apo mos të thotë fjalë të rënda, ai ju ka përgjigjur shumë keq atij ose e ka injoruar. Për këtë gjë, vëllai i madh ka marrë një vendim, duke mos dënuar vetëm Kesin, por të gjithë banorët e shtëpisë, ku i ka ndaluar cigaret dhe dhomën e gjumit. Sipas një zarfi të zi, të gjithë do të dërgonin dhe t'i dorëzonin cigaret në dhomën e gjumit dhe dhoma e gjumit do të mbyllej. Këtu janë acaruar shumë të gjithë banorët dhe ishte edhe Kristi, ai që i ka shkelur i dyti, duke marrë cigaret dhe duke e pirë, edhe pse vëllai i madh dha një urdhër. Kjo gjë ka acaruar shumë edhe banorët e tjerë, teksa thonë që ata nuk duhet të dënohen për shkak të veprimeve të dy personave, si Kesi dhe Kristi. Sipas Lores, ata duhet të dëgjojnë urdhrat e vëllait të madh dhe mos i shkelin më, pasi kjo gjë ndoshta do të ndikojë edhe te buxheti dhe rrjedha e lojës, ndërkohë që banorët duket se bëjnë me kokën e tyre. Shumë nga rrjetet sociale kanë komentuar dhe kanë thënë se në momentin që ata shkelin urdhrat, duhet të bëjnë dhe të tërheqin vëmendje, prandaj kanë zgjedhur këtë strategji. Megjithatë, ndoshta kësaj radhe vëllai i madh ka vendosur që të ndryshojë lojën dhe mund t'i nxjerrë direkt në nominim. Nuk dihet se si kjo do të shkojë, megjithatë është e sigurt që do diskutohet ditën e nesërme në Prime. Po juve çfarë mendimi keni për këtë situatë? Komentojeni mendimin tuaj dhe mos harroni të shtypni butonin subscribe për të mos humbur asnjë video të re rreth kanalit tonë. Ju faleminderit.